Personalisht mendoj që është në një farë mënyre reste që natyra po na kthen në raport me atë çfarë kemi bërë ne. Sigurisht që nuk është aq agresive ajo në raport me ne, por po vuajmë me pak fjalë pasojat e mënyrës së pa drejt, pa ndeshme, anti-njerëzore me të cilën ne kemi ndërtuar marrëdhënien me natyrën dhe vazhdojmë të trajtojmë atë. Dua ta nis këtë lloj interpretimin e kësaj situate kryesisht nisur nga faktorët, le të themi, natyror. Së pari lidhet me ndryshimet klimatike. Kemi pothuajse më pak në total, më pak reshje në një vit caktuar, por kjo sasi reshjesh tashmë është ngushtuar në një fazë kohore shumë të ngushtë. Pra kemi reshje intensive, me intensitet cilës se kemi parë ndonjëherë, ose ka qenë shumë rrallë i përjetuar në të shkurën.